Brukseli u paralizua këtë të njëjtën nga mijëra fermerë evropian, të cilët bllokuan rrugët me mjetet e tyre bujqësore dhe u përleshën me policinë jashtë Parlamentit Evropian në shenjë proteste ndaj marrëveshjes tregtare mes BE-s dhe 5 vendeve të Amerikës së Jugut të ashtu quajturit blok tregtar Mercosur. Ata shqetësohen se marrëveshja e Mercosur do t'i dëmtojë për shkak të hyrjes së një fluksi mallrash më të lira nga giganti bujqësor Brazili dhe fshinjet e tij, Argentina, Uruguay, Paraguay dhe Bolivia. Marrëveshja BE-Mercosur do të krijonte zonën më të madhe të tregtisë së lirë në botë dhe do ta ndihmonte BE-n të eksportonte më shumë automjete, makineri, vera dhe pije alkolike në Amerikën Latine. Por Parisi dhe Roma thonë se nuk duhen sakrifikuar fermerët për një marrëveshje të tillë, ndaj kanë bërë thirrje për klauzola mbrojtëse më të forta, kontrolle më të të importit dhe standarde më të larta për prodhuesit e bllokut Mercosur. Kundër marrëveshjes janë edhe Hungaria me Polonin. Kritikët e paktit do të kishin ndikim të mjaftueshëm brenda Këshillit Evropian për ta rrëzuar atë nëse marrëveshja do të hidhej në votim. Nga ana tjetër, Gjermania, Spanja dhe vendet nordike, të jetura për të rritur eksportet, e mbështesin fuqimisht. Më herët, presidenti i Brazilit, Lula da Silva, tha se koha për nënshkrimin e marrëveshjes ishte tani ose kurrë. Fermerët evropianë janë gjithashtu të shqetësuar për planet e paraqitura nga Komisioni Evropian për të rishikuar subvencionet bujqësore të bllokut për 27 vendesh, pasi druhen se do të lëvrohen më pak fonde për ta. Sa kaq, presidentja e Komisionit Evropian, von der Leyen, dhe presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, u takuan me përfaqësues të sindikatave bujqësore në lidhje me marrëveshjen Mercosur.